kemi arritur në konkluzionin si Këshill administrimi i Ekoelbit që të marrim ekspert të jashtëm për të nxjerrë kostot. Kemi dalë me 2 kosto. Kosto e parë është për landfillimin, pra vetëm për landfillimin kur të paktën në këtë moment që punon pa incinerim dhe është me kapacitet të ulët të stafit. Në një kohë kur Prokuroria e Elbasanit po heton dyshime për abuzime të rënda financiare për kompaninë publike Ekoelb, Bashkia e Elbasanit ka miratuar rritjen e çmimit për depozitimin e mbeturinave në landfill. Vendimi i marrë në 30 maj 2025 nga Këshilli Bashkiak është shoqëruar me mungesë transparence pa media dhe me ndërprerje të transmetimit live. Ka dalë një kosto e cila është 2600 lekë të rinj për ton për trajtimin e saj dhe ka dalë një kosto e cila në fakt ne kemi kërkuar që të rishihet pjesa edhe një herë pjesa e inceneratorit pasi janë marrë të dhëna të tjera. Ne sot në fakt miratojmë kontratën për pjesën me landfill, pra kemi për kontratën me landfill, me trajtim të mbetjeve me landfill dhe në momentin që fillon punë inceneratori mbas remontit, të miratojmë edhe pjesën tjetër, të paraqesim pjesën tjetër për miratimin me incenerim. Çmimi për ton mbeturina do të rritet nga 2500 në 2600 lekë të reja, një shtesë që do të rëndoj mbi taksat e qytetarëve të qarkut Elbasan. Ironikisht, në kontratën e re mungon krejtësisht termi incenerim, proces që thuhet të ishte baza e funksionimit të kompanisë. Pas 4 vitesh mohimesh, bashkia pranoi zyrtarisht se inceneratori nuk ekziston më në praktik. Sot jemi dëshmitar të një tjetër tentative për të manipuluar opinionin publik dhe për të shmangur përgjegjësinë ligjore për një nga aferat më të rënda publike në inceneratorin e Elbasanit. Ajo që sot po paraqis nis analizë kostoje për modifikimin e kontratës, duke hequr nga objekti i procesit incinerimit, besoj që është një fars. Një përpjekje për të larë duart pas 3 vite shkelje ligjore. Ekoelb me administrator Leri Kaja ka nënshkruar një kontratë €1 për të përdorur inceneratorin e sekuestruar të Altek Energy, por si tregojnë dokumentet, inceneratori ka funksionuar vetëm 200 ditë në total dhe nuk ka punuar asnjë ditë përgjatë vitit 2024. E mira është që ne të jemi një zgjidhje për qytetin e Elbasanit, të bëjmë një shtesë landfilli pasi është në fazë të vështirë landfilli aktualisht e mbushur, edhe të jetë mirë për qytetin, të paktën pastroj bushkujt. Pastaj sherrët personale vazhdojmë me akuzat, këtu jemi, s'ka problem. Okej, Lili, s'ka problem. Kaq kisha. Opozita dhe aktivistët e kanë denoncuar këtë situatë prej kohësh, ndërsa këshilltarja Bianca Çopja thekson se qytetarët janë të mashtruar, miliona lekë janë paguar për shërbime që nuk janë ofruar kurrë. Sipas saj, bashkia shpërndan lekët e taksapaguesve pa llogari dhe pa transparencë. Ndërkohë, ekspertiza financiare zbulon humbje të mëdha të menaxhimit Ekoelb me një kapital negativ prej 52 milion lekësh. Megjithatë, ekspertja sugjeron rritjen e çmimit për të mbuluar humbjet, nuk janë analizuar të ardhurat e mundshme nga shitja e mbetjeve të riciklueshme, një burim i injoruar totalisht. Ne nuk po flasim këtu për të lutem një sekond, nuk po flasim këtu për pjesë personale, po flasim për të mirën e qytetarëve të Elbasanit, sepse këtu brenda nuk jemi asnjëherë më tepër se përfaqësues të tyre dhe të zgjedhurit të tyre. Ju e dini shumë mirë që dhe në përgjigjen tuaj e keni dhënë që për 3 vite nuk është kryer asnjë ankant, dhe bie që këto mbetëre riciklueshme duhet janë brenda incinerator. Janë brenda. Jo, ju po thoni janë brenda. Okej, atëherë organet kompetente do i verifikojnë që këto mbetje janë aty brenda me kaq shtosa ju po thoni. Por, të lutem. Më fal, çfarë ju shqetëson për i kthej përgjigjet? Bashkia e Elbasanit me mohimin e kësaj kontrate jo vetëm që pranon ndërtimin total të inceneratorit, por kthen krizën e mbetjeve në një barë të re financiare për qytetarët. Që mos bëjmë pjesë e kësaj farse dhe mos njollosin veten me një vot që mbron një skem dështimi dhe për të dëmtuar të gjithë ne dhe të qytetarë që na kanë zgjedhur. Do thoja që duhet presim më mirë përfundimin e organeve ligjzbatuese, të marrin vendimet e tyre se çfarë është në shkelje dhe çfarë jo, dhe më pas t'i hapë një rrugë, një zgjidhje reale dhe ligjore. Faleminderit. Ilir,
Pare fjalën kryetare një herë me përgjigje pastaj. S'ka përgjigjon, çfarë përgjigje? Ftesë që mos votosh, ftesë mos votosh edhe ti lëm plerat pa tërheqë edhe pa